Në traditën e lashtë, fiset ballkanike dhe ato kelte shpesh lidhen me mite dhe legjenda që përpiqeshin të shpjegonin prejardhjen e tyre. Historiani romak Apiani tregon se Iliri ishte djali i ciklopit Polifem dhe i gruas së tij Galatea. Vëllezërit e tij ishin Kelti dhe Gali, duke u bërë kështu themelues mitik të tre degëve të mëdha etnike që shfaqeshin në hapësirat mes Mesdheut dhe Evropës qendrore, Ilirët, Keltët dhe Galët. Nga Ilirët rrithnin më pas shumë fise, ndër të cilët Skordisku, biri i Panonit, që u bë prijes i fisit të Skordiskëve, dhe Tribalusi, që u lidh me fisin e Tribalëve. Ky konstrukt mitik nuk është thjesht një fabul, por një dëshmi e hershme për mënyrën se si fiset e lashta e perceptonin lidhjen e tyre me njëri tjetrin dhe me gjeografin ku jetonin. Në këtë kuptim, Skordiskët shihen si një ndërthurje kulturore thrako-ilire kelte, duke pasqyruar kontaktet e shumta ndërmjet këtyre popullsive në Ballkan. Shkenca moderne ka tentuar të shpjegojë kuptimin e emrit të këtij fisi. Studiuesi Witsaku në 2011 e lidhen atë me rrënjë indo-evropiane që kanë kuptimin e një zvaraniku, kryesisht ardhuc ose triton. Në shqipe kemi fjalët hardhje, hardhël apo ardhuc, apo forma të tjera dialektore si ardhushk e ardhjeshk. Kjo ngjashmëri ka bërë që disa autorë të sugjerojnë se emri i Skordiskëve mund të ketë qenë një emër totemik që i përkiste një kulti të lashtë për kafshë të caktuara, në këtë rast ardhuca, simboli i qëndrueshmërisë dhe rigjenerimit. Krahas aspektit gjuhësor, emri Skordiski lidhet edhe me gjeografinë e Ilirisë. Mali Skardus ose Mali i Sharrit, i përmendur nga Straboni, përfaqësonte një oronim të rëndësishëm për Ilirët dhe Pajonët. Studiuesi James Clow Pritchard dhe Borelli e kanë parë këtë lidhje si një dëshmi të mëtejshme për përkatësinë ilire të Skordiskëve. Pas lëvizjeve të mëdha të popullsive kelte në Ballkan gjatë shekullit të tretë para erës sonë, një pjesë e tyre u përzien me fiset vendase thrake dhe ilire, duke krijuar identitete të reja. Një ndër më të spikaturat ishte ai i Skordiskëve, të cilët u vendosën në një nga pikat më strategjike të Evropës juglindore, aty ku bashkohen Lumejnë, Danubi dhe Sava. Ky pozicion gjeografik i dha Skordiskëve një avantazh të jashtëzakonshëm ekonomik dhe ushtarak. Ata kontrollonin rrugët e tregtisë që lidhin Evropën qendrore me Ballkanin dhe më tej me Mesdheun. Qyteti që ata themeluan, Singi Dunumi, përmendet për herë të parë në burimet historike rreth vitit 279 para erës sonë si një vend banimi fortifikuar. Ky ishte embrioni i asaj që sot është Beogradi modern, një metropol me më shumë se 1 milion banor dhe kryeqendra e Serbisë së sotme. Arkeologjia ka zbuluar monumente, objekte të punuara dhe mbetje ndërtimore që dëshmojnë praninë e Skordiskëve në këtë hapësirë. Fortifikimet, enët e qeramikës, armët dhe zbukurimet janë dëshmi e një kulture të përzier, ku ndikimet kelte shkrihen me ato trake dhe ilire. Ajo që i bën Skordiskët unikë është pikërisht natyra e tyre hibride. Ata nuk ishin vetëm kelt, as vetëm ilir apo thrak, por një bashkësi që mbarti tipare nga të trija këto grupe. Gjuha, zakonet, armatimet dhe mënyra e jetesës reflektonin një proces të gjatë bashkëjetese dhe integrimi. Kjo pasqyron realitetin e Ballkanit të lashtë, ku kufit etnik nuk ishin kurrë absolut dhe ku kulturat shkriheshin në mënyrë dinamike. Skordiskët morën pjesë në disa betejë të rëndësishme kundër Republikës Romake dhe për një kohë të gjatë ruajtën autonominë e tyre. Megjithatë, më vonë ata u përfshin në orbitën romake dhe Singi Dunumi u shndërruan në një garnizon të rëndësishëm perandorak. Edhe pse si fis nuk mbijetuan gjatë në formë të pastër, trashëgimia e Skordiskëve mbetet e dukshme. Ata lanë gjurmë të fuqishme në gjeografinë politike dhe urbane të Ballkanit, duke u kujtuar si themelues të një prej qyteteve më të rëndësishme të rajonit. Lidhja e tyre me emrin Skardus dhe me rrënjët gjuhësore që gjenden edhe sot në Shqipen e lashtë është një dëshmi e fortë për vendin që zën në historinë e lashtë të Ballkanit. Skordiskët përfaqësojnë një shembull të qartë të ndërthurjes kulturore thrako-ilire kelte. Mintet e lashta i shfaqen si pasardhës të Ilirit, ndërsa arkeologjia i dëshmon si themelues të Beogradit të sotëm. Etimologjia e emrit të tyre lidhet ngushtë me toponimin Skardus, Mali i Sharrit, ashtu dhe me fjalë të shqipes që tregojnë një origjinë të lashtë dhe autoktone.